e gëzofshë Republika në Kosovë. Urime dëshmor. Urime martir. Urime populli ynë. Qëndro krenare Kosova jon. Në gropën e hapur me shpirt, rëkeshiu bin mbi mua. U dogja nga mali për slupin, për vokshnianët e mi dëshmor. Janë shumë, dhjetra, qindra, janë të mëdhen sa Kosova. I dua të gjithë, e pus tokën, mbi varet e mbuluara me lule, sa herë që fluturojnë në qiellin e vokshit tim të martirizuar në përshekuj. Unë, Skënderi juaj, i ri, i njom, ashtu si që isha, ashtu si që më kujtoni, si nxënës të shkollës në Drenoc, si birin tuaj liridashës. Unë Skënderi Adërgjoneve, jam diku në mesin tuaj, me mua flen agimet dhe mbrëmjet e slupit. Plagët përpiqem t'i shëroj, me rezet e mëngjezeve të kësaj pranvere, edhe pse në kockat e mia rëndohu belegu, sa jam i mallëngjyr nga lotët e bab Bajramit. Dëshmori i Shaban, martir të kësaj toke, Skënderi i një dashur, sa hiu ka harta Kosovës ngulitur në murët e kullës së gurit të këtij monumenti lapidari liris. Qëndresa bëhet krenare, varezat bëhen lapidare. Faleminderit, edhe për gjakun, edhe për jetën, për ulemi gjithmonë para jush. Na sollët edhe lirin, edhe pavarësin, edhe demokracin. U prefshi në pace të mbuluar me lule lirie, në tokën e Republikës së Kosovës. Për nder të dëshmorit Shaban Golaj, vjen me poezi Genita Golaj nga Lipoveci. O vëlla, o trim, o agimi bardhi ditës së re, o lule gjakur një e fikur, për këtë tokë, për këtë dhe, në tërë të zi i mbyllur, ne heshtëm shumë, yll të liris të sollëm këtu, në qëvur të vum, me helmin të robëruarve, e me mlefin e të shtypërve të mbulum, të mbështolle me qashafe të lbirit të pranverës, me këngën e dhimbjes kënare, ikët pa shiuar lirin e shumë pritur, lirin që sollët ju, viti 98, nga Donici u largove, u QK-s ju bashkove me dëshirë, veç Kosova tjetë e lirë, prej pashtrikut ne unik, ball për ball me armik, kemi nëna në hand këtu i prit, ende s'din ku i kanë të bit, bohu njoj nëna, keni krenari, brez pas brezit do të mësojmë, dëshmort martiz do t'i harrojmë, ëndra juaj është skalitur, me gjak brezash është vaditur, Shaban Golaj djalë kosovar, trimërin e ka të parë, s'keni vdekur, jeni të gjallë, e qeli kene ballë, edhe lapidar ju qeshe syt për Kosovën Republik. Faleminderit. Më lejoni të bëj një falenderim pjesëtarëve tukfore të cilët i kemi këtu dhe po na nderojnë me prezencën e tyre. Gjithashtu më lejoni t'ju them se për shkak të motit të lig, na u desh të ndërpresim sa vjesha, sepse për të folur për Shaban Golën dhe 10 martirë të tjerë, kurz do të ishte mjaft. Në emër të shoqatës së veteranëve të UÇK-s, Dega në Gjakov, ftoj një përfaqësues të marrë fjalën. I nderuar kryetari i Kuvendit Komunal Zotri Palekaj, Zotrina e Maloku, të nderuar pjesëtarë të TMK-s, bashkëftarët e mi, familjarët e dëshmorëve dhe të martirëve, të flas për Shaban Golën
ka mjaft, unë pata fatin e madh të jem një ndër bashkëluftarët e tij, po më shumë se fjalët e mia në këtë bim, fol vepra e tij madhore. Ai flijo jetën që ne sot ta gëzojmë lirinë. Me 17 shkurt u bë realitet ajo për të cilën ai ra. Në emër të organizatës së veteranëve të luftës, edhe një herë ju shpreh ngushëllimet familjes së Shaban Golës dhe të martirëve. Lavdi gjithë martirëve dhe dëshmorëve të kombit. Të nderuar të pranishëm, tani do të ftoj para jush zotrin Bac Dash Golaj, i cili do të përshëndetet në emër të familjeve të dëshmorëve dhe martirëve të kombit. Të nderuar të pranishëm, i nderuar zoti kryetar, të nderuar familjet e dëshmorëve dhe martirëve të gjithë Kosovës që anë e mban, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Kosovës, përfaqësues të partive, përfaqësues fetar, i nderuari zoti Naser Rugova, i familjes madhe Rugova. Të nderuar gjithë pjesëmarrës edhe shka nuk kanë mujt marrë sot në këtë të bim. Me lejoni që t'i përshëndes dhe që u përmenda shërbimin policor të Kosovës, ushtrisën shërbimtare të Kosovës, ashtu edhe KFOR-in, që e mojnë në rregull. Që përshëndes në emrin të gjithë familjarëve të Kosovës, dëshmorëve dhe të martirëve, që e dhanë jetën për këtë liri, për këtë pavarësi që po gëzojmë sot. Një pavarësi që na ka lënë shumë obligime. Na po i shohim luftat që i kim pas edhe përpara, po kjo luftë e mram që ka qenë. Po falë Zotit, s'pari Zotit kofshin faldi, menqërisë, inteligencë, popullit shqiptar, që ditën të arrujnë të formojnë miqt, falenderojmë pushkën në ushtri shërbimtare të Kosovës. Një ushtri me krenari, motra vllazën liftun për këtë ditë sotit, është një ditë e madhe që gjitha ato të mere, gjitha ato lufta që i kim pas, i përjetum, sot nuk kemi ardhë me kajtë tu, sot kemi ardhë mu betu këtu pra martirëve dhe dëshmorëve të kombit, unë e monë Kosovës, që i përmarsi në Kosovës që e liftun me një gryk pushtit pastër, që u mënun disa shtetet të njëllosin, ushtrisën shërbimtare të Kosovës, me qujtë ushtri gangstere, për falë Zotit, pushka dhe lufta drejt e ushtrisë shërbimtare të Kosovës triumfoj ashtu si që ka hije, me ardhen e generalit komandantit tonë të madhë, për fatkeqësi nuk gjinët të Zotit Haradinaj, u dëshmu që ushtria shërbimtare e Kosovës është ka një ushtri vërtet e poqë. Një ushtri vërtet e poqë, e nërshme që ka mbrojë dhe ka luftu për vatorin e vetë. Ne nuk do të qojmë sot të nasë, ne do të keshim, ne do të akzojmë pavarësinë e Kosovës. Përse, ju kështë nga lutë të gjithë institucionet Kosovës, që e ka marrë votin për poplit Kosovës, për një popull shumë të vujtën, për një poplit një mirë, me skame, vërfni, shtypën gjithmonë një. Sot, e të masë nuk kanë ku më shef. Sot e kem pavarësinë, sot e kem lirien, sot dojmë punë. Kosova do punë.
Kosova dënë unitet, Kosova dënë bashkim, Kosova dënë dritë. Ku zë më zbofshin? Për fat kesh, kësi lapidarës ka shumë më në monë Kosovës. Ata u thesë, ata që do të thesin këtë popull të shumë vujtën dhe të stërvujtën, ka njëherë në mujtë. Letë binë rrugët, ka lapidarët, vetëm të kthejnë kokën për të në sigurisht nuk të të lanë me gabuë. Por të të bashkojnë këtë popull dhe të të banë Kosovën që me morë lakmi gjithë Evropa ne. Dhe njëherë, në emën të gjithë familjarët dëshmorët native, që përshëndes dhe të falendrojmë mjësore. Falenderit gjithë. Falenderojmë Bacëndash. Tani, më duhet të bëj ca falenderime. Falenderojmë Këshillin Organizativ për përkraje në krye me zotrin Selim Golaj. Falenderojmë drejtorinë e shkollës të në Sheremetaj. Dhe një falenderim i veçantë shkon për arkitektin Agron Gojani, i cili ka bërë një punë të mrekullueshme së bashku me punëpunuesit. Tani, të nderuar bashkëqytetar, kemi arritur në momentin më kulmor të këtij manifestimi. Është momenti kur do të zbulojmë kompleksin memorial apo lapidarin ku janë skalitur emrat e dëshmorit Shaban Gola dhe 10 martirëve të tjerë. Kam nderin në emër të Këshillit Organizativ të ftoj zotrin Paleka, Naim Aloku, Rifat Sulejmani, Naser Rogova dhe Dash Golaj. Kompania dhe marrë borë, kanë votat, që të kamë vada, që të kamë vada. Shumë kesh marrë borë. Që isa fa topin. Do ju më shpejt me qaqate, bre. Do ju pak t'i djallë. O, heke që në e lonë, o ti... Bashkëqytetar, me zbulimin e lapidarit, merr fund edhe ceremonia e sotme përuruese. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrje dhe durim. Lavdi dëshmorëve dhe martirëve të kombit. Lavdi luftët çlirimtare të Kosovës. Miru pafshim. Që nuk e henja pa? Cuka. Po shumë nervoz. Më vorë në ku që të haraj pasjetën cak. La shkojtja. Jo më vorë. Ciao, signore. Dopo vabbè, Ja.
Pas